Përshëndetje, unë jam Linda, mirë se erdhët në kuzhinën e Palmas. Sot do ta keni një recetë jashtëzakonisht delikatesë. Bëhet fjalë për mish ossobuco, i cili do të gatuhet në mënyrë shumë delikatesë, me pjekje të gjatë derisa të zbutët dhe servuar me pure të biseleve dhe të patateve. Është një kombinim që përshtatet shumë njëri me tjetrin, mirë po edhe gatimi është mjaft i veçantë. Atëherë shkojmë së pari. Pasi mishit i duhet më tepër pjekje, spari mishi marinohet mirë dhe futet në furrë. Ndërkohë, derisa mishi do të jetë gati, unë do të vazhdoj me pure nga bizelet. Si fillim, po e shkoj me marrë tenxherën dhe duke ju prezantuar njëkohësisht disa mekanizma që i kanë kuzhinat e Palmas, që janë me të vërtetë shumë praktike, siç është depo këtu. Shikoni depon. Shumë praktike, mirë po që kam pëlqeu jashtëzakonisht shumë ishte kjo qasja në këtë dollap që kishte këtë mekanizëm fantastik. Shikoni si i keni qasjen e fundit, zakonisht gjithmonë është problematike, po këtë rast aksesi shumë i lehtë dhe shumë i thjeshtë. Një sekond punë, vetëm e hap edhe e mbyll. Mu më duhet tash kjo tenxhere dhe shikoni çfarë mbylli e lehtë, mekanizmi shumë i mirë. Vazhdojmë me prezentimin e shijes që do ta ketë mishi. Këtu kam pak piper të kuq të tymosur, është me rëndësi të jetë i tymosur, jep më shumë shije, hudhër pluhur dhe qep pluhur. Krip piper, normalisht. Kripa dhe piperi zakonisht sipas shijes kyaj. Unë gjithmonë mundohem që ta kem në mesatare, jo shumë të krypur, dhe me vaj ulliri. Besoj që është mjaftueshëm. Kjo mas përzihet mirë. Dhe këtu po mungon diçka e gjelbërt, siç shifët. Kështu që unë kam rozmarin të freskët. Rreth një deg, sepse jep shije shumë të mirë, sidomos kur bëhet fjalë për mishin e kuq, rozmarina aty e ka vendin. Në këtë recetë janë dy procese, t'ju tregoj paraprakisht. Njëri është që pasi mishi të marinohet dhe të qëndroj gjysmore me shije, duhet që të skuqet në mënyrë që të izolohet. Mirë po kjo pak a shumë na bën pes kuzhinën derisa e skuqim në gjitha anët. Një metodë tjetër që unë e praktikoj shumë shpesh është që tenxherën paraprakisht, ashtu siç është, e fusim në furrë, të ngrohet mirë dhe pastaj me njëherë e vendosim mishin e marinuar, në mënyrë që mishi mos t'i liroj lëngjet, se pastaj aty lëngjet kur lirohen, mishi veç bëhet i fortë. Kjo është teknikë që duhet ta përdorni patjetër, qoftë në skuqje, qoftë në furrë. Ndërkohë, unë po vazhdoj me grimcu rozmarinën. Qofse nuk e keni të freskët, atëherë edhe të thatë. Bën.
dhe këtë e shtoj të pjesa ku e kemi shijen. Shijen e kemi gati. Marrim mishin dhe ja japim shijen në dy anët. E lëm të pushoj kështu me shije spaku gjysmore, në mënyrë që t'i deportoj edhe në brendësi. Madje edhe një natë më herët, shumë shpesh e praktikoj, këtë proces e përfundoj dhe të nesërën mbetet vetëm ta fus në furrë. Kështu që opsioni i keni të dy fisht. Tash duhet presim gjysmore, ndërkohë dhe ena brenda veç bëhet gati, ngrohet ashtu siç duhet. Shikoni sa praktike është, këtu punon, këtu i lan duart, shumë praktike. Besoj që enën e kemi të gatshme, ta vendosim mishin. Dhe nuk keni nevojë këtu që të shtoni ndonjë dras ose diçka tjetër, sepse materiali është shumë rezistent edhe ndaj zjarrit, ndaj temperaturës në fakt dhe ndaj ujit. Shtoj mishin në enë që ishte ngrohur mirë. Dhe ujë 1 centimetër nën mish. Domethënë jo të mbulohet mishi, vetëm të ketë një bazë, në mënyrë që të kemi edhe lagje pastaj. Nuk duhet të mbulohet mishi, vetëm ta ketë një bazë të ujit. Edhe pak. Dhe një tjetër përbërës që jep mishit shije shumë të lezetshme, mirë po është opcionale, nëse nuk e pëlqeni, mos i shtoni. Unë zakonisht kur të vëj mishin me ashtë, siç është edhe osobuco, gjithmonë shtoj pak të ëmbël, qoftë 1 ose 2 kumblla të thata, ose kajsi, ose çfarëdo që keni në shtëpi nga frutat e thata. Kajsia në këtë rast është shumë e veçantë, jep një shije shumë të veçantë. E depon e kemi, si që thash, shumë praktike, kështu që ja dhe kajsit. 2 kokra, nuk ka nevojë më tepër. Dhe që t'jetë edhe më delikates, pak ufull balsamike, si për mishit. Gjithashtu dhe hudhrën të gjithat i kemi këtu në depo. Kështu si që është. Kjo më tepër vlen për salcë, nëse doni të keni salcë që t'ja shtoni sipër pastaj mishin. I shtypim gjithmonë pak, në mënyrë që t'ja aktivizojmë vlerat ushqyese. Hudra gjithmonë ashtu duhet jetë e shtypur.
dhe 2-3 thelbi hudër anash. Gati për pjekje. Gjithçka afër, uji, fura. Mishi veç po pjekët, po bëhet gati, e unë po vazhdoj me puren, e cila përveç që ka një shije shumë të mirë, ka dhe një ngjyrë mjaft atraktive të gjelbër, kështu që është një kombinim shumë i mirë me mishin në kuq dhe puren e gjelbër. Atëherë po i marr patatet në depo, dhe siç thash mjaft praktike. Dhe tenxherja tash më duhet në mbrëmsi, kështu që vetëm e tërheqi mekanizmin dhe tenxherja del para. Dhe një detaj tjetër që më pëlqeu shumë ishte se i ka mbajtëset këtu dhe tash kur më duhet uji, e vendosi tenxherën mbi mbajtëse dhe mbushim. Në rregull, uji kemi mjaftueshëm, tash me një herë mrapa. Ndërkohë unë patatet i qëroj, i pastroj dhe uji më bëhet gati. Shikoni sa praktike, afër ujit, edhe një e vogël. Patatet do t'i pres në kubza të vogla, në mënyrë që koha gatimit e bizeleve dhe patateve të jetë e njëjtë. Shtatet minuta është koha e zirjes, jo më tepër. Më duhen edhe 2 thelbi hudër. Jep shije, mirë po nuk ngjehet shumë, kështu që mos hezitoni ta provoni edhe ju që nuk e doni hudrën, se në këtë rast përshtatet shumë. I shtypim pak dhe i shtojmë drejt te patatet me bizele. Ndërkohë pres ujin që të loj.
Uji është drejt vlimit, po i shtoj perimet tash. Mishi është drejt përfundimit, gjithashtu dhe furia është drejt përfundimit, po 10 minutat e fundit po ja largoj kapakun enës së mishit. Shikoni, pa problem e leni këtu. Dhe njëkohësisht edhe patatet me bizele janë gati. E tash i kulloj. Edhe fura po më lajmëron, sepse e kam bëha me orë, me timer, kështu që po më lajmëron që mishi është gati. E tash këtu do të shtoj gjalp, qumsht, krep dhe piper. I bluaj. Për mua është në rregull. Krep ka mjaftueshëm. E tash të shkoj me mishin. Shikoni. Kjo është pamja që e merë. Zhelatina veç e ka liru, është gati e ngrënshme. Tushja është shumë e mirë. Po filloj së pari me servimin e pures. Shikoni çfarë teksture të mirë, ngjyrë dhe sigurisht dhe shi. Ja dhe mishi. Shikoni çfarë pamje ka marrë. Do t'ja pak shkëlqim. Dhe shifët nga kocka se mishi është gati, zhelatina veç është liruar. Këtu. Shkojmë me servimin. Edhe kockën, pa tjetër. Për mua këto është pjesa më e mirë, si për shëndetin, ashtu edhe për shijen. Edhe pak lang sipër.
Ja, pra miq, një ide më tepër këtu nga kuzhina e Palmas. Një mish jashtëzakonisht delikatesë, bëhet fjalë për ossobukon në pjekje të gjashtë, bashkë me puri nga biselet. Ne bashkë do takojmë sërish në Palmas për gatuar një tjetër recetë.